Tentativa për rigjykimin e Trifunoskit, familjarët e viktimave shprehin shqetësim. Dializa, aktualisht janë duke u trajtuar 50 pacientë. Haxhilerët arrin shëndoshje mirë në Mekë. Pastrimi i listës zgjedhore paralajmëron zgjedhje. Dačićit I lejohet të hyjë në Kosovë. Obama thirrje Kongresit që të rihap qeverinë. Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në këtë edicion të lajmeve në studion e TV Dishit. Sapo I ndoqëm së bashku disa nga ndodhit kryesore që kanë shënuar këtë ditë. Këto dhe më shumë informacione tjera, me njerë pas një bloku të shkurtër marketing. Qëndroni me ne. Të dashur, ku keni bler tërë kohën pemë dhe perimet të freskëta dhe gjithmonë keni mbetur të kënaqur. Filloi me punë, diskonti Drevza. Drevza, për qytetarët një market I veçantë, ku mund të furnizohen me produktet e lloj-llojshme ushqimore dhe higjienike, me çmime më të ulta në rajon. Asortimenti I gjithë produkteve, shërbimi jashtëzakonshëm, lehtë dhe mos u mërzit për ngarkimi. Këtu është personeli gjithmonë I përgatitur të ndihmojë deri tek vetura juaj. Mos harroni këtë derisa jeni të gjallë. Diskonti Drevza, drejtimi tuaj e bën kënaqësi, asnjëherë lodhje. Telefoni për informata 070 55 64 64. Lokacioni Ndrit, Franshitores Drevza, përballë mullit të vjetër, tani edhe më e madhe dhe më e lezetshme. Diskonti Drevza. Provoni. Paralajmërimet e avokatit mbrojtës të ish efektivit të policisë Jakim Trifunoski se ka bërë ankesë për vendimin e trupit gjykues, ka kthyer shqetësimin tek familjarët e 2 viktimave. Ato shprehen të shokuar nga pretendimi I vrasësit, I cili pas kryerjes së këtij akti makabër kërkon që të jetë I pafajshëm. Lajmi mbi rigjykimin e mundshëm të Jakim Trifunovskit I shpallur më herët nga organet e drejtësisë si fajtor për vrasjen e 2 të rinjeve shqiptar, ka indinjuar thellë familjarët e viktimave. Ato shprehen të habitur se si mund që personi I cili kreu vrasjen me vedije të kërkon të jetë I lirë pas një akti të tillë monstruos. Imagjino të jesh vrasës dhe dikujt t'ia vrasësh të birin, vëllan, tatin apo ndonjë të afërt tjetër dhe përsëri të bësh ankesë me qëllim që të lirohesh nga vuajtja e dënimit. Drejtësia e tha një herë fjalën e vet dhe vrasësi e ka vendin atje ku duhet të jetë dhe ku duhet të vuan dënimin e merituar, thot Ganimete Mehdi, motra e të ndjerit Imran Mehdi.
Ajo thot se të ishte një vrasje tjetër për të ndjerit dhe ne si familjar, në qoftë se vendimi i gjykatës do ishte në favor të vrasësit, tashmë të verifikuar nga vetë organet e drejtësisë. Për Axhën e besnikut Haqif Shapi, vendimi i shkallës së pari shplotësisht i drejtë dhe pasqyroi të vërtetën e rastit. Me vendimin e gjykatës themelore u kënaq drejtësia dhe neve në një formë na zbuti sadopak plagën që e morëm më 28 shkurt të vitit 2012. Për ne kjo paraqet një kapitull të mbyllur. Në qoftë se gjykata e apelit pranon ankesën e avokatit mbrojtës të vrasësit, atëherë drejtësia do ta humb kuptimin, tha Sheapi. Avokati mbrojtës i ish policit të vrasës Jakim Trifunovski, Mitko Selakov, ka inicuar ankesë deri te gjykata e apelit në Gosivar, ndaj vendimit të gjykatës themelore të Gosivarit, me të cilin vrasësi i dyfisht u shpall fajtor për vrasjen e 2 shqiptarëve, duke i shqiptuar dënim me burgim të përjetshëm. Seanca e parë e caktuar për të hënën u anullua për shkak të pamundësive teknike që i pandehurit të jeti pranishëm në sallën e gjyqit. Më 23 shkurt të këtij viti, turpi gjykues solli vendimin me të cilin i pandehuri u dënua me burgim të përjetshëm. Ish zyrtari i policisë aktualisht po vuan dënimin me burg të përjetshëm në burgun e Prilepit. Akti i vrasjes ndodhi më 28 shkurt të vitit 2012, kur polici Trifunovski pas një zënke vrau 2 të rinjët shqiptar, Besnik Sheapi dhe Imran Mehdi. Kjo vrasje u cilësua për motive banale për një vend parkim pranë pallateve të banimit, ndërsa u dënua nga të gjithë forcat politike dhe bashkësia ndërkombëtare, duke kërkuar proces të drejtë gjyqësor dhe shqiptimin e dënimit të merituar për policin vrasës. Në qendrën për dializë në Gosivar aktualisht janë duke u trajtuar 50 pacientë. Kushtet infrastrukturore dhe teknike në këtë qendër janë një gjendje jo të mirë, por tani me privatizimin e kësaj qendre, pritjet e mjekëve janë për investime të reja në mjete dhe infrastrukturë me qëllim të rritjes së efikasitetit të shërbimeve. Sëmundja e sheqerit, tensioni i gjakut si dhe gurët në veshk janë ndër faktorët kryesor që iniciojnë dializën. Nëse veshkët dështojnë në kryerjen e funksionit të tyre të pastrimit të gjakut, atëherë ju nevojitet një trajtim që shpëton jetë e që quhet dializë, e cila me ndërmjetësimin e makinave speciale kryen punën e veshkëve. Në regionin e Gosivarit aktualisht kemi 50 pacientë që ndihmojnë punën e veshkëve me dializë. Gjatë 10 viteve të fundit, 20 persona kanë gjetur veshkë adekuate dhe janë nënshtruar transplantit me rezultate të shkëlqyera, ndërkohë që në trajtim para dialize janë 20 persona. Këto të dhëna i siguruam nga përgjegjësi i qendrës së dializës në Gosivar, doktor primarius Jovaneshkovski. Sipas tij, pacienti më i vjetër me dializë në këtë repart është 20 vite, ndërkohë që të tjerët rrotullojnë nga 10 deri më 15 vite. Imаме моментално на диализа около 50 пациенти. I tuke se dvigji broj në pacientite. Momentalisht në dializë kemi rreth 50 pacientë. Gjatë 10 viteve të fundit 20 pacientë kanë kryer transplant të veshkëve, 80% e tyre në klinikën e Shkupit, ndërsa të tjerët në Pakistan, Indi, Egjipt, Turqi, Itali dhe Zvicër, të cilët ende vinë si mysafir këtu, janë të shëndetshëm dhe pas një problem, sepse ndaj tyre me sukses është kryer transplantimi. Në trajtim para dializës i kemi rreth 25 pacientë dhe qëllimi ynë është që ta ngadalsojmë dializën tek ata. Në raste të këtilla ne thjesht po luftojmë me situatat që krijojnë dhe kjo mund të zgjatë 3 deri 5 vite dhe më pas pacientit vetë shëndeti ja obligon fillimin e trajtimit me dializë. Donë se këtu po kryhet një shërbim jetësor, kushtet në të cilat funksionon reparti datojnë që nga viti 1982, kur edhe është hapur kjo qendër. Ndërkohë, tani dializa është privatizuar në tërë Maqedoninë perëndimore, përfshirë këtu edhe Gostivarin dhe pronari i ri që është Sistina, premton renovim të inventarit, por edhe të makinave për dializë. Па се условите за жал, мислам, ние овај центар е отворен, значи 82 декември месец. Ова инфраструктурата објектот уште од тогаш. Kjo qendër është hapur në vitin 1982 dhe që atëherë në aspekt infrastrukturor nuk ka patur ndonjë intervenim, përveç një sallës që është ndërtuar për shkak të nevojave reale. Tani me privatizimin shkohet drejt asaj që të rinovohet objekti, të sjellët aparaturë re dhe me këtë të përmirësojnë kushtet për dializë.
Kjo qendër nga muaj qershor është privatizuar nga Sistina Orçe Kançev, ashtu si edhe gjithë qendrat e Maqedonisë Perëndimore, si ajo e Tetovës, Korçovës, Dibrës dhe Strugës. Tani pronari i ri i repartit të dializës, ai që ka marrë në koncesion dializën për 20 vite me radhë, duhet të përqendron vëmendjen për përmirësimin e infrastrukturës dhe aparateve të dializës. Doktor Neshkovski nënvizon se faktorët kryesor që çojnë pacientin në dializë janë sëmundjet e sheqerit, tensioni i lartë i gjakut, gurët në veshkë e tjerë. Më për këtë arsye, ai sugjeron për kontrolle të shpeshta sistematike të personave që bartin këto sëmundje me qëllim të shmangjes së dializës. Përndryshe, në këtë qendër janë funksionale 2 salla për dializë dhe 15 aparate adekuate për të kryer këtë procedurë. Mbetemi tek tema e njëjtë, sëmundja e veshkëve ndodh kur veshkat nuk funksionojnë më. Çdo veshkë përmbahen rreth 1 milion e gjakut të vogla të quajtura nefrone. Sëmundja shkaktohet nga dëmtimi i këtyre enëve të gjakut dhe si pasojë pacientët nënshtrohen dializës. Për t'u shmangur kësaj terapie ekziston edhe mundësia e transplantimit. Kjo formë së fundmi është shndruar edhe në biznes si trafikim me organet njerëzore. Sipas mediave në Maqedoni, llogaritet që një veshkë të shitet prej 50.000 deri në 80.000 euro. Në Maqedoni një veshkë shitet me çmim prej 50.000 deri në 80.000 euro. Ofertat të këtilla mund të gjenden në shpalljet më të popularizuara të faqeve të internetit në vend. Ata që shesin kërkojnë të drejtën e diskrecionit. Sipas asaj që thuhet në shpallje, në këtë hap oferuesit janë detyruar si shkaku i gjendjes financiare, transmeton Pres 24. Disa prej atyre që kanë vënë këto kushte përgjigjet i presin përmes emailit. Pasi në numrat e paraqitur ata nuk përgjigjen ose numrat e tillë të celularit nuk ekzistojnë. Trafikimi me organet në Maqedoni është vepër penale. Nëse policia gjen disa prej tyre që tentojnë të shesin organe, mund të dënohen me burg. Para një jave, policia serbe arriti të dokumentojë rast kur 2 persona në moshë prej 38 deri në 39 vjeç kanë shitur veshkët e tyre që t'i kthejnë kredit që kishin marrë në bank. Në Serbi, sipas informacioneve, një veshkë shitet me çmim prej mbi 100.000 euro. Është regjistruar një incident përpara hyrjes së shkollës së mesme komunale në Gostivar, ku janë përfshirë 5 persona të moshës rreth 18 vjeçe. 3 persona janë privuar nga liria dhe janë përcjellë për në stacion policor në Gostivar, kurse një tjetër ka pësuar lëndime trupore. Në Gostivar incidentet të kësaj natyre paraqiten të pakta në numër. Statistikat e organeve të rendit të Gostivarin e mbajnë jashtë listës së ZE sa i përket incidenteve të ndodhura në mjediset shkollore apo rreth objekteve të vetë shkollave. Të hënën në orët e pasditës para godinës së gjimnazit në Gostivar ka ndodhur një incident në përleshje fizike mes 5 personave. Nga policia e Gostivarit njoftuan se ngjarja ndodhi rreth orës 16 kur para hyrjes së shkollës janë përplasur fizikisht 2 të rinj nga Gostivari dhe 3 nga fshati Çegran. Në prishjen e rendit dhe qetësisë publike, 18 vjeçari me inicialet AI nga Gostivari ka pësuar lëndime në pjesën e kokës. 3 personat nga fshati Çegran janë privuar nga liria dhe janë përcjellë për në stacionin policor të Gostivarit, kurse në vendin e ngjarjes është gjetur edhe një sopat e vogël që është përdorur nga personat e involvuar në incident, theksoi zëdhënësi Marian Josifovski, i cili po ashtu deklaroi se është duke u punuar në zbardhjen e plotë të rrethanave që shoqëruan rastin, pas shka do të pasojnë edhe flet paraqitje përkatëse për persona që shkaktuan incidentin. Në qytetin e Gostivarit dhe vendbanimet përreth, incidentet e kësaj natyre janë të lokalizuara dhe të pakta në numër. Statistikat e organeve të rendit Gostivarin e mbajnë jashtë listës së ZES se i përket incidenteve të ndodhura në mjediset shkollore apo rreth objekteve të shkollave. Analizat e bëra për vitin 2012 flasin se nga gjithë 150 incidente të tilla, shumica e tyre kishin ndodhur në Shkup, Tetov, Manastir dhe Ohër. Për të parandaluar këtë dukuri devijuese mes të rinjve në përshkolla, Ministria e Punëve të Brendshme, ajo e Arsimit dhe Pushteti Lokal janë duke realizuar në praktik projektin respektivisht fushatën edukative shkolla të sigurta ambiente në harmoni, në suazat të së cilës në fillim të muajit u mbajt dhe happeningu në sheshin e qytetit në Gostivar. Mbetemi tek informacionet që vijnë nga buletini zyrtar i policisë. Për ngjarjet e ndodhura brenda 24 orëve në regionin e Pollogut. Policia raporton për një aksident trafiku, për një aksion për zbulimin e një sasie të drogës dhe një aksion kontrollues të realizuar në trafikun rrugor. Të ndjekim bllokun e lajmeve nga kronika e ZES.
Mbrëm rreth orës 21 në rrugën regionale Tetov-Pirok në fshatin Pallçishti Poshtëm, përfaqësues të sektorit të punëve të brendshme të Tetovës kanë ndaluar një automjet me targa të Gostivarit, të cilin e drejtonte 39 vjeçari me inicialet JI nga fshati Kamenjan, ndërkohë që bashkëpunëtar me të ka qenë 25 vjeçari me inicialet PG nga Dibra. Pas kontrollit të tërësishëm të automjetit, në pjesën e bagazhit është gjetur një qese e bardhë në të cilën ka patur 5 paketime të dimensioneve më të mëdhaja, të mbushura sipas të gjitha gjasave me marihuanë. Materia që mendohet të jetë përbërje marihuane, ka peshuar 5 kg, është marrë për ekspertizë të mëtejme si dhe të gjitha gjurmët të cilat janë ngritur në vetur, ndërsa drejtuesi i automjetit dhe bashkëpunëtari i tij janë arrestuar. Në vendin e ngjarjes është për ekspertizë ku ka marrë pjesë edhe gjykatës, i hetues dhe prokurori publik, ndërkohë që me urdhër të atij të parit, makina është marrë për analiza të mëtejme krim teknike. Aktualisht janë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhjen e plotë të rastit dhe të gjitha detajeve të lidhura me tëmbja, të se kur për ku dhe nga kush është marrë materia, në fjalë që mendohet të jetë drogë dhe për ku ka qenë destinacioni final i së njëjtës. Stacioni policor për sigurinë në komunikacion në Tetov dje ka realizuar një aksion kontrolli në pjesën e këmbësorëve. Gjatë këtij aktiviteti janë evidentuar 10 shkelje, prej të cilave 7 kanë qenë moskalim në pjesët e shënuara për kalim këmbësorik dhe 3 për mos respektim të sinjalizimit ndreques. 7 të parët tashmë kanë pranuar urdhresa për pagesë, ndërsa 3 të fundit vetëm vërejtje me shkrim. Një kontroll i këtillë dje u realizua edhe në Gostivar. Nga i njëjti u evidentuan 11 shkelës të cilët nuk respektonin kalimin në pjesët e shënuara për këmbësor. Edhe rastet e këtilla i presin gjobat adekuate në pajtim me ligjin. Dje në orët e pasditës, konkretisht rreth orës 17 në rrugën regionale Hanet e Mavrovës Dibër, në afërsi të udhkryqit me rrugën lokale për në Skudrinj, ka ndodhur ndeshje në mes të 2 automjeteve, Opel Astra me targa të Ohrit, të cilën e drejtonte 52 vjeçari me inicialet IK, dhe veturës së tipit Mercedes me targa të Gostivarit, të cilën e drejtonte personi me inicialet FG nga Prisojnica. Në këtë fatkeqësi, vetura e tipit Opel dhe bashkëpunëtarja e tij me inicialet GL 29 vjeçare, gjithashtu nga Dibra, kanë marrë lëndime të rënda dhe pas dhënies së ndihmës mjekësore në spitalin e Dibrës janë transferuar për në spitalin e Ohrit, ndërkaq drejtuesi i automjetit Mercedes dhe 2 shoqëruesit e tij kanë kaluar pa lëndime serioze. Në vendin e ngjarjes është kryer ekspertizë dhe po punohet drejt zbardhjes së rastit. Tani një lajm i gëzueshëm për të gjithë ato që kanë dërguar të afërmit e tyre në kryerjen e njërit nga 5 kushtet kryesore të fesë islame. Bashkia Fetare Islame në Gostivar njofton se të gjithë haxhilerët e rinj që udhëtuan nëpërmjet linjës ajrore për në haxh kanë arritur mirë e shëndosh në Mekë. Njoftojnë familjarët e tyre se tani më të gjithë janë vendosur në hotele dhe pa përjashtim të gjithë janë shëndosh. Si vjet nëpërmjet Bashkisë Fetare Islame në Gostivar, 147 haxhiler u nisën për në Mekë. Përfshirë këtu edhe muftiun e Gostivarit, Hafez Shaqir Efendi Fetau. Pastrimi i listës zgjedhore paralajmëron zgjedhje. Dačićit i lejohet të hyjë në Kosovë. Obama thirrje Kongresit që të rihap qeverinë. Pastrimi i listave zgjedhore është çështje debati midis partive politike në Maqedoni, duke paralajmëruar edhe zgjedhjet e mundshme të parakohshme parlamentare. Pasojnë lajmet nga Maqedonia. Kryeministri Nikola Gruevski dje kërkoi që kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Boris Kondarko, që është nga radhët e opozitës, të mos bllokoj procesin e pastrimit të listave të votuesve, ndërsa për këtë ai nënvizoi se lideri opozitar i LSDM Zoran Zaev po bllokon këtë proces. KSZ reagoi kundër këtyre akuzave të kryeministrit duke i quajtur të pavërteta, në kushtet kur shumica e antarëve të KSZ-s janë nga partitë në pushtet. Është absurd të akuzohet se kryetari i KSZ-s po bllokon punën e këtij organi, apo që vetë kryetari mund të sjellë vendime duke mbivotuar shumicën, ka theksuar KSZ në reagimin e saj. Lidhja Socialdemokrate ka theksuar se për listat zgjedhore adresa është Ministria e Brendshme, e cila përgatit listën e zgjedhësve dhe e dërgon në KSZ. Pikërisht, MPB në mënyrë kriminale regjistroi votues fantom me qëllim që VMRO-DPMN të manipulojë me zgjedhjet, theksuan nga LSDM-ja. Partitë politike shqiptare kanë akuzuar njëra tjetrën lidhur me debatin për rebalancin e buxhetit të këtij viti. Ky rebalans ka të bëjë me dedikimin e mjeteve për fondin për sigurim pensional dhe invalidor dhe për Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Në këtë debat pritet të shqyrtohen 52 amendamente të dorëzuara për miratim në kuadër të Komisionit Parlamentar për Financa.
PDSH ka reaguar se edhe me këtë rebalancë vazhdon diskriminimi i shqiptarëve dhe se fajtore është BDI si pjesë e pushtetit. Për rishikimin e buxhetit janë dorëzuar 52 amendamente, ndërsa debati në Komisionin e Financave do zgjas 10 ditë. Edhe deputeti i RDK-s Naxhi Xhelili ka drejtuar akuza duke shtuar se me këtë rebalancë bëhet shkurtimi i mjeteve për institucionet shqiptare. Por përmes një komunikati ka reaguar BDI, duke theksuar se janë të pakuptueshme, siç thuhet, brengosjet e opozitës shqiptare sa i përket buxhetit. Lideri BDI Sali Ahmeti gjatë vizitës së tij në Hag falenderoi diplomatët dhe ushtarakët holandez në arritjen e paqes në Maqedoni dhe ndërtimin e institucioneve demokratike, stabilitetit dhe sigurisë në vend. Ahmeti theksoi që të gjitha të arriturat e përbashkëta me komunitetin ndërkombëtar në dekadën pas marrëveshjes së Ohrit nuk duhet të rrezikohen me vonesat për antarësim në NATO dhe BE. Zgjidhja e emrit është pengesë serioze dhe sfidë për të ardhmen e vendit, prandaj kryetari BDI Sali Ahmeti kërkoi që Holanda të përfshihet në zgjidhjen e kontestit me Greqinë në mënyrë që Ballkani Perëndimor përfundimisht të jetë stabil dhe i qetë. Ahmeti do të takohet sot me ministrin e jashtëm të Holandës Timmermans, si dhe me komisionet parlamentare për punë të jashtme dhe për çështje evropiane. Funksionalizimi i operatorit të telefonisë mobile Albafon është tashmë çështje ditësh. Drejtuesit e kompanisë kanë thënë se po bëjmë punë intensive për të përfunduar çdo detaj të vogël që puna të nisë shumë shpejt. Është një ekip i madh i njerëzve profesionistë në të gjitha fushat që janë gati t'u shërbejnë konsumatorëve që nga dita e parë e funksionimit. Po ashtu kemi shumë për të ofruar, shumë gjëra për të përmbushur. Data e fillimit të punës së Albafon është 11 tetori. Testimet e rjetit janë përfunduar dhe numrat me prefiks 073 tashmë po funksionojnë pa problem. Albafon ka zhvilluar negociata intenzive me operatorët e tjerë më të mëdhenj në Republikën e Maqedonisë për të arritur kontrata për interkoneksion ose ndërlidhje mes njëri tjetrit. Minutat në vazhdim na njohin me zhvillimet e fundit nga shtetet e rajonit. Kryesojnë lajmet nga Kosova me theks të veçantë takimi mes kryeministrit Thaçi dhe homologut të tij serb Dačić. Kryeministri i Kosovës ka theksuar se të gjithë zyrtarët të Serbisë do t'u lejohet ardhja në Kosovë nëse respektojnë procedurat zyrtare dhe të bëjnë kërkesë në autoritetet kosovare. Kurse kryeministri serb Ivica Dačić ka theksuar se ai do të mund të vizitojë Kosovën sikurse edhe çdo politikan i Serbisë. Ai ka deklaruar se nuk do të ishte në Bruksel sikur të mos ishin marrë vesh për këtë çështje, duke konfirmuar se në këtë takim është biseduar për zgjedhjet e 3 nëntorit. Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga priti sot në takim një delegacion nga forcat e armatosura të Republikës së Turqisë, të cilin e udhëhiqte shefi i shtabit të përgjithshëm të këtyre forcave, generali Neçent Ozel. Presidentja Jahjaga theksoi rëndësinë e bashkëpunimit midis forcave të armatosura të Turqisë dhe forcës së sigurisë së Kosovës në dobi të paqes dhe stabilitetit të përgjithshëm në Ballkan, por edhe më gjerë. Generali Ozel po ashtu shprehu për kushtim për thellim të bashkëpunimit midis forcave të armatosura të Turqisë dhe forcës së sigurisë së Kosovës në të mirë të sigurisë së përgjithshme në Ballkan, e cila ka ndikim në sigurinë globale. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakub Krasniqi po vazhdon vizitën në Hungari, ku sot do të marrë pjesë në konferencën e 6 të kryetarëve të parlamenteve të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Vizita e Krasniqit bëhet me ftesë të kryetarit të Kuvendit Kombëtar të Hungarisë. Bloku i fundit të lajmeve si zakonisht sjell informacionet e reja nga arena ndërkombëtare. Lajmi kryesor është thirrja e presidentit amerikan Barack Obama ndaj Kongresit që të rihap qeverinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje Kongresit që të votojë për rihapjen e qeverisë dhe të risë kufirin e borxhit menjëherë. Besoj se ka votat mjaftueshme për të kaluar legjislacionin që mund t'i jap fund mbylljes, ka thënë Obama, gjatë një vizite në Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave Federale. Mbyllja e pjesëshme e qeverisë së Shteteve të Bashkuara ka nisur mes natën e 1 tetorit, pasi 2 dhomat e Kongresit kanë dështuar të merren vesh për buxhetin e ri.
Ndikimi i mbylljes ka qenë menjëherë i dukshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qindra mijëra punëtor jo esencial janë dërguar në pushim pa pagesë. Turqia ka hequr ndalesën disa dekadëshe për mbajtjen e shamis në institucionet shtetërore si pjesë e reformave gjithëpërfshirëse. Në një fjalim para deputetëve të partisë së tij, kryeministri Recep Tayyip Erdogan mes tjera shtase: "Kemi braktisur një ligj arkaik i cili ishte në kundërshtim me shpirtin e Republikës. Tani shërbyese civile janë të lejuar të bartin shamin në vendet e tyre të punës. Megjithatë, ligji i cili daton që nga viti 1925 mbetet ende në fuqi për gjyqësorin dhe ushtrin." Turqia i ka dhënë gjithashtu fund praktikës së recitimit të betimit kombëtar gjatë çdo fillimit të javës nëpër shkolla. Erdogan është akuzuar për shkatërimin e bazamenteve sekulare të Republikës Turke. Demonstratat në Rio de Janeiro janë kthyer në përleshje teksa mësuesit grevistë dhe mbështetësit e tyre dolën në rrugë për të shprehur pakënaqësinë e tyre ndaj niveleve të pagave, ndërkohë që policia kishte marrë masa të ashpra kundër tyre. Me mira përfaqësues u hapën në qendër të qytetit brazilian mbrëmjen e së hënës duke demonstruar së bashku me mësuesit të cilët kërkojnë rritje pagë dhe një rishikim të sistemit të edukimit. Protestuesit folën gjithashtu kundër asaj që shumica e konsideron si përdorim të tepruar të forcës nga policia ndaj mësuesve protestues një javë më parë. Protestuesit kishin refuzuar më parë propozimin e qeverisë për një rritje page prej 15%. Moti nesër në Maqedoni do të jetë me vranësira dhe kushte për të rreshura të shiut. Temperaturat e mëngjesit do të lëviz prej 4 deri në 6, ndërsa ajo e ditës prej 7 deri në 21 gradë. Edhe në Gostivar do të mbanë moti i vrërët me shi të kohëpaskoshëm, kurse temperaturat do të lëvizin deri në 19 gradë Celsius. Shikues të nderuar, ishte kjo tëra që përgatitëm për këtë edicion lajmësh. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe deri në edicionin e radhës, mirupafshim.